Zonja Flora, ajo ndoshta që e bëri këtë dhimbje dhe këtë humbje tamam një tragjedisë që thatë dhe ju, mendoj se ishte fakti që shpati, përveç se një artist shumë i madh, ishte edhe një njeri i mrekullueshëm. Tani nëse do mbyllni syt për pak sekonda, cili është mendimi i parë që ju vjen në mendje? Shpati për herë të fundit ka këndu në darsmën e vajzës time. Mendimi i parë, para shankut, duke kënduar, duke fluturuar. Shpati nuk ndaleshte. Shpati nuk mund që ta bësh bisedën e gjatë, se e kthente në humor, e kthente. Shpati ikte, shpati nuk kishte kohë për të harxhuar. Shpati ishte një erë, një lule, një shpend, një shqipon, që të them, në fluturim jetohet jeta? Dhe shpati në e kalon këtë fluturimin e ati, këtë udhëtimin e ati, këtë bëshllëk, sikur na ka mësuar me kohë të mos e kemi prezencën fizike të ati, ku është shpati këtu, ku është shpati aty, ku është shpati këtu, ku është shpati. Ndoshta, them unë, kjo është ndoshta, mund në një moment të mendoj se është dikund në koncert. Ndoshta mendojmë, Bjezilja, ja erdhi. Nuk e di, çka të mendoj për atë njeri.